Boksierët vlonjatë të Flamurtarit kanë shkëlqyer në një aktivitet ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë duke fituar kupën ndërkombëtare dhe konfirmuar rritjen e nivelit të boksit vlonjat dhe atij shqiptar. Në këtë turne ku ishte e pranishme dhe kombëtare e Italisë, një nga përfaqësuesit më të forta në Europë, sportistët vlonjat që përfaqësuan Shqipërinë arritën rezultate të shkëlqyera. Titulli boksieri më i mirë ju akordua boksierit vlonjat Emanuel Koço duke kurorzuar paraqitjen e tij dominuese në ring. Ndërkohë Kristian Koço arriti të fitojë vendin e parë në kategorinë e tij, duke i dhënë Shqipërisë një tjetër trofe të rëndësishëm në këtë kompeticion. Së bashku me sportistë të tjerë si Kristiani, por edhe Ariol Zeneli, me këtë të fundit që fitoi në boksin profesionist ndaj një boksieri turk, ekipi kuqezi kontribuoi në suksesin e përgjithshëm të turneut. Sukseset nuk mungon as në nivelin profesionist, ku Ariol Zeneli arriti të triumfojë në përballjen e tij, duke treguar se boksierët vlonjat po afirmojnë gjithmonë më shumë edhe në arenën profesionale, ndërkohë që boksieri Kristian Koço ka konfirmuar dhe treguar rritjen e nivelit të tij dhe padyshim fitoren e trofeut, duke i dhënë mundësinë Shqipërisë të dalë fitimtare përballë kombëtares së Italisë. Po, ne fituam vendin e parë kundër kombëtares italiane, ku morëm pjesë me disa boksierë nga ekipi Flamurtarit dhe pjesa dërmuese ishte pra ekipi Flamurtarit që ndikua në fitoren e Shqipërisë. Sa i rëndësishëm ishte ky turne? Ky ishte një turne mjaft i rëndësishëm, sepse ishin përzgjedhur boksierët më të mirë italian, ku erdhën kampionat e Europës, që u ndesh me Emanuelin dhe ishte boksieri më i mirë italian. Trajneri i Flamurtarit dhe ekipit kombëtar të boksit Gëzim Zeneli e cilësoi këtë aktivitet si shumë të rëndësishëm për zhvillimin e sportit, sipas tij përballja me një kundërshtar të fortë si Italia dhe pjesëmarrja e një numri të lartë boksierësh nga vende të ndryshme dëshmon rritjen e ndjeshme të nivelit të boksit vlonjat dhe atij shqiptar. Siç e kemi bërë me dije që na keni ftuar në një emisionin tuaj para një jave, dhe u bë me dije që do të ishte kombëtarja italiane përballë kombëtares shqiptare. Dhe ne u përfaqësuam me boksierët vlonjat, kryesisht dhe boksierët të tjerë nga Tirana, Shkodra dhe nga gjithë Shqipëria. Ky aktivitet shkoi me shumë sukses, boksierët vlonjat bën një figurë të mirë, jashtëzakonisht mirë kundrejt boksierëve italian dhe Manuel Koço doli kampion dhe mori kupën si boksieri më i mirë. Njëkohësisht edhe Kristian Koço përsëri doli kampion. U cilësua, këta u ndeshën me boksierat kampion e Europë të Italisë. Kurse Ariol Zeneli u ndesh me boksierin turk për boksin profesionist, me boksierin më të mirë turk, edhe që kishën edhe ai kampion e Europë, edhe fituan. Me fjalë, kjo ishte një augur i mirë, një sukses i mirë për qytetin e Vlorës, në sajt të stërvitjes i kemi bërë dhe të mbështetjes, si që bëra me dije dhe nga Bashkia Vlorë, kryesisht nga klubi Flamurtarit, nga Lona Merka, që Lona Hasanaj, që u bëra me dije dhe në emisionin e mparshëm, që i qëndron pranë këtij ekipi dhe kur bëhen bashkë të gjitha, së bashku arrihen sukseset sa më të larta. Pretendojmë, tani kemi kampionate europian lojrat mes dheut, dhe themi në të ardhme të sjellim medalje këtij qytetit, se i kemi shumë borxhe këtij qytetit dhe duhet ja shpërblejmë. Turneu u zhvillua me 16 shkurt në Tiranë dhe u karakterizua nga një pjesëmarrje e gjerë sportistësh, përfshirë boksier profesionist nga vende të ndryshme, duke kthyer këtë aktivitet në një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive.